Gjatë gjithë i tranzicioni, Berisha na shfaqur si destruktiv. Përse shoqëria shqiptare dhe vazhdon edhe sot. Përse shoqëria shqiptare është kaq e pafuqishme o politika shqiptare për ndaluar këtë njeri. Se ky është bërë gangren tash. Më së pari, atë duhet ta ndaloj vetë forca e vet politike dhe a mund të quhet më forcë politike? Ata koalicioni, ata që i shkojnë mbrapa, me thënë të drejtën është një çudi e madhe dhe sinqerisht aty ka njerëz dhe ne i kemi sigurisht të njohur, i kemi miq apo jo se Shqipëria është kaq e vogël sa të gjithë njohim njëri tjetrin. Madje në gjatë përvojës sime si kryetare e komisionit jashtëm, unë kam patur përfaqësues të Partisë Demokratike që mund të kenë menduar si ne dhe na kanë mbështetur. Por në momentin që shkojnë ke llogoret e tyre, ata sigurisht bëjnë të njëjtën gjë sepse përndryshe do ishin përjashtuar. Ka patur për shembull personalitete që edhe Partia Socialiste Maggioranza, qeveria i çoi edhe ambasador. Dhe ata kanë pasur koncepte komplet ndryshe nga ajo çfarë përfaqëson sot Partia Demokratike. Madje edhe të rinjt sot kanë modele liderët e vjetër. Dhe kjo të bëm pak pesimist për të ardhmen e politikës. Pra, themi gjithmonë që të sjellim të rinj në politikë dhe duke ndjekur të rinj në politikë, modelet e vjetra tregon që politika nuk ka ndonjë të ardhme dhe këtu është shqetësim shumë i madh opozita, sepse opozita patjetër që duhet vi një ditë që të vijmë pushtet. Sepse demokracia nuk mund të vazhdojë vazhdimisht një parti fiton zgjedhjet, por fakti që opozita ende mbetet një opozitë që nuk të ofron besim, nuk të ofron alternativ, nuk ka një moral për qeverisur, ka rekorde të frikshme, në qoftë se do t'i drejtohemi liderit të saj, ka rekorde të frikshme. Dhe ka rekorde të frikshme, kriminale dhe madje ka rekorde të padëshkueshmërisë. Ende vazhdon të ketë rekordet pa dëshkueshmërisë, që është një nga defektet kryesore. Me gjithë reformën në drejtësi, me gjithë ngritjen e strukturës së SPAK-ut, patjetër që ka filluar një proces dhe një hetim. Pra, kemi një opozitë me lider që kanë procese me drejtësinë dhe vazhdojnë akuzojnë maggiorancën për ato procese që sigurisht bën punën e vet drejtësia dhe askush nuk e ka penguar drejtësinë të bëjë punën e vet. Zonja Dade më sollën në vëmendje me këtë që thatë një pyetje për SPAK-un. Unë jam që të bëhet luftë e pa mëshirshme kundër korrupsionit, padyshim. Po sigurisht deri në momentin që vërtetohet që je fajtor, je i pafajshëm. A ju ka rënë sy kohët e fundit që nuk po them SPAK-u i tëri, po segmentet ndryshe SPAK-ut ose individ SPAK-ut kanë një lloj qasje nga opozita. Po i them për faktin, kur thonë kontrollon Rama, unë nuk besoj që e kontrollon Rama SPAK-un, se nuk do të lejonte që se kontrollon që i hikshin gjithë këto njerëz të tij të afërt. Dhe sfundi me Velian. Në anën tjetër, si ka mundësi që ky njeri që s'ka lënë gjë pa i thon SPAK-ut, organizatë kriminale, terroriste, ku ta diun. Dhe ky jo edhe sot, jo më larg se sot, në dreka i prapë ka sulmuar. Po, dhe ky njeri del televizor dhe nuk ka asnjë mas me te, dhe unë ka marrë si shembull nëse vidhen dy banka, në një vidhen paret dhe dhe nuk ndodh asnjë vrasje asnjë dhe një tjetër vidhen paret dhe ka dhe vrasje të punonjësve të bankës, policia do ndjekë aty ku është ndodh vrasja. Sa aty është procedurë. Pra ky njeri ka rekorde kriminale, ka një gërdec, ka një 97, ka 21 janarin, ka 98-ën që që u bë gjithë ajo që bëri Gru Shteti. Pra, me gjitha këto rekorde, si ka mundësi se politika jonë për post tireve vuan dhe atë pa ndëshkueshmërinë që thatë jo. Sigurisht. Pra, çfarë ndodh këtu? Unë them vendoset drejtësi. Po qose SPAK-u, ose smeng të SPAK-ut, ose element ndryshën SPAK-ut, do ta përdorin SPAK-un si politik, ajo nuk është më drejtësi.